Prodhimi i energjisë elektrike në vend arrim pikun. Korporata elektroenergjetike shqiptare bën me dije se si pasojë e rreshjeve intensive, aktualisht Fierza është pranë pikës kritike dhe ka arritur në nivelin e 290.74 metra, ndërsa prodhimi i energjisë ka arritur në 19 milion kilovator në ditë. Për të shmangur problemet, korporata elektroenergjetike shqiptare bën me dije se situata në kaskadën e Drinit vijon që të mbahet nën kontroll. Mësohet se aktualisht korporata elektroenergjetike shqiptare ka plotësuar të gjitha nevojat në vend, e madje edhe humbjet e OSHE-s në rrjet për periudhën 13 deri në 20 shkurt, si dhe ka arritur që të sheste pricën e energjisë, duke krijuar të ardhura shtesë prej 1.04 milion euro vetëm në një javë. Çmimi mesatar për sasinë e shitur të energjisë për 8 ditët në vijim prej 41.920 megavator rezulton 24.70 euro megavatori. Për të trajtuar prurjet e shumta në basenet e hidrocentraleve, Kesh po punon me kapacitetet maksimale. Ndërkohë për muajin shkurt, Kesh bën me dije se është i gatshëm që të plotësojë të gjitha nevojat për tregun e rregulluar të vendit, përfshirë edhe humbjet në rrjetin e shpërndarjes.